Kurani urdhëron për vepra. Në ajetin 105 të surës Taube, Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul a'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wash shahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Thuaj, punoni se Allahu, i dërguari i tij dhe besimtarët do të shohin punën tuaj, e pastaj do të ktheheni tek ai, tek Allahu, që di të dukshmen dhe të padukshmen, e ai do t'ju njoftoj për atë që keni bërë. Ky ajet i begat na mëson se feja islame nuk është vetëm fjalë, por është punë. Gjithashtu na mëson se Kurani urdhëron për punë dhe për vepra. Ajeti thot: Allahu do të shohë punën tuaj. Islami nuk është thjesht pretendim, emocion apo slogan. Islami është veprim, është lëvizje, është përpjekje reale, është përgjegjësi. Besimi pa punë është si një farë që nuk mbillet kurrë. Ajeti thot se Allahu, i dërguari dhe besimtarët shohin veprat. Kjo do të thot se ka llogari para Zotit të plotfuqishëm. Ka përgjegjësi ndaj familjes dhe shoqërisë. Pra, veprat tona nuk janë private në kuptimin moral, por janë sociale dhe kanë ndikim në shoqëri. Më pas, ajeti thot: e pastaj do të ktheheni tek ai, tek Allahu. Kjo pjesë është si një trokitje e qetë në ndërgjegje, e cila sinjalizon se koha kalon. Çdo punë regjistrohet, çdo gjë e mirë dhe e keqe do të shpaloset para krijuesit. Allahu di të dukshmen dhe të padukshmen, asgjë nuk i fshihet atij. Ktu është thelbi shpirtëror. Nuk ka rëndësi si duket diçka nga jashtë, sepse Allahu e di më së miri niyetin, motivin, qëllimin e veprës. Mund të bësh një vepër të madhe për syefaqe dhe të mos vlej tek Allahu. Mund të bësh një vepër të vogël me sinqeritet dhe të ketë peshë të madhe tek Allahu. Ky ajet na thot: mos u mjafto me fjalë, mos u mjafto me pretendime, mos u mjafto vetëm me slogane, por puno me sinqeritet, puno me vetdijen se do japësh llogari. Ky është ajeti i përgjegjësisë, i aktivizimit dhe i vetdijes morale.